Christian Aslani ndodhet me Interin e Gjermani për fazën përgatitore, zikallërit vendosën ta huazonin në sezonin e kaluar fillimisht të Torino dhe më pas të Beşiktashi, me sfushorin shqiptar ka mbetur në shifrën e 99 ndeshjeve me Interin, një thashësem tjetër po qarkullon në këtë merkato dhe bëhet fjalë për arsyeën pse Interi kërkon me ngulm që Aslani të shitet pa luajtur asnjë ndeshje tjetër. Ishte bera vitit 2022 kur Interi e huazoi nga Empoli me detyrim blerje. Pas një sezoni u paguan rreth 15 milion euro tek Empoli për kartonin e tij, ndërsa po ashtu kishte dhe bonuse në kontratë. Dhe pikërisht bonusi i madh që përflitet është 5 milion euro nëse Aslani plotëson 100 paraqitje me fanellën e Interit. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë ndeshja radhës zyrtare e Aslanit do të torturonte Interin që të paguante edhe 5 milion euro. Kjo është një arsye fort përse kampionët e Italisë nuk e konsiderojnë as pak qëndrimin e mesfushorit. Deri tani është konfirmuar vetëm se nuk qëndron në planet e trajnerit Christian Chivu. E ardhmja e Alen Sherrit te Cagliari është vënë në diskutim, pasi portieri i kombëtares shqiptare nuk ka gjetur minutat që shpresonte tek ishullorët në Serie A. Mediat italiane bëjnë të ditur se për Sherrin ka pasur interes konkret gjatë këtyre javëve, me oferta nga të paktën 5 klube. Bëhet e ditur se klube nga Austria dhe Danimarka kanë kërkuar zyrtarisht futbollistin, duke bërë edhe oferta për huazimin e tij, apo edhe blerjen e kartonit në rast të një akordi shumë palësh. Por për momentin Cagliari duket se nuk ka ndërmend të heqë dorë nga lojtari, pasi e sheh atë si një zëvendësues ideal për Elia Caprilen, i cili mbetet titulari i padiskutueshëm i Portos së Cagliarit. Atalanta ka ndëruar trajner gjatë verës, duke afruar në radhët e saj një emër të njohur si Maurizio Sarri. Tekniku la Lazio dhe ju bashkua projektit të bergamaskëve, me shpresën që të vazhdojnë në hapat e Gasperinit që e ktheu skuadrën në protagoniste në Itali e Europë. Por me afrimin e tij, e ardhmja e Berat Gjimshitit ka qenë në ajër. Trajneri preferon një skem të ndryshme, me 4 në prapavik, duke ndryshuar nga ajo me 3 që përdorte në vitet e fundit Atalanta. Kësaj janë ngritur pikpyetje nëse Gjimshiti do të vazhdonte të ishte te Atalanta apo nëse do të largohej. Por në miqësoren e parë të Atalantës, që luajti kundër ekipit U21, Gjimshiti jo vetëm ishte në fushë, por Sarri i kishte besuar edhe shiritin e kapitenit, duke dhënë një sinjal të qartë se aktualisht beson shumë te mbrojtësi kombëtares shqiptare. Christian Aslani do të udhëtojë me Interin për fazën përgatitore në Gjermani. La Gazzetta dello Sport konfirmon se pavarësisht kësaj, do të largohet në momentin kur të mbërrijë oferta e duhur. Deri tani, Aslani do të kënaqur Interin, ndaj dhe Aslani do të stërvitet me pjesën tjetër të skuadrës në pritje të zhvillimeve të reja. Fakt është se Interi tashmë është i gatshëm për ta lënë të lirë Aslanin për një shifër rreth 10 milion euro. Ka pasur interes nga klubet në Itali, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e huazimit me opsionin e blerjes së kartonit. Aslani nuk qëndroi nën urdhrat e trajnerit Chivu gjatë edicionit të kaluar. Fillimisht kontribuoi te Torino dhe më pas te Beşiktashi. Christian Shpendi pritet të jetë një nga shtyllat e Cezenës edhe për sezonin e ardhshëm. Sulmuesi shqiptar vazhdon të jetë në qendër të projektit të klubit italian, pavarësisht interesimit të disa skuadrave në merkato. Drejtuesit bardezin nuk kanë ndërmend të heqin dorë nga 22 vjeçari dhe kanë nisur lëvizjet për t'i siguruar rinovimin e kontratës, ndërsa emri i tij vazhdon të qarkullojë në treg. Sipas mediave italiane, drejtori sportiv Andrea Mancini do të zhvillojë së shpejti një takim me përfaqësuesit e Shpendit për të diskutuar zgjatjen e kontratës. Objektivi i klubit është që marrëveshja aktuale të zgjatet deri në verën e vitit 2030. Projekti i pronësisë amerikane parashikon një kontratë afatgjatë me pagë në rritje progresive. Shpendi pritet të përfitojë rreth 350.000 euro në sezonin e parë të kontratës së re, ndërsa paga do të rritet gradualisht në vitet pasuese. Në këtë mënyrë, Cezena synon të shpërblejë zhvillimin e sulmuesit shqiptar, pa rënduar bilancin financiar të klubit. Megjithse Cezena e konsideron të pashitshëm në këtë moment, emri i Shpendit vazhdon të tërheqë vëmendjen e klubeve të tjera. Së fundmi, edhe Frosinone është futur në garë për kartonin e sulmuesit shqiptar, duke e përfshirë në listën e objektivave për repartin ofensiv. Interesimi i Frosinones ushtohet zorave të mëparshëm, që e lidhnin Shpendin me skuadra të tjera të Serie B, por deri tani, drejtuesit e Cezenës nuk kanë marrë në konsiderat largimin e tij. Qëndrimi i klubit mbetet i qartë,
ku sulmuesi shqiptar është pjesë e projektit dhe do të largohet vetëm në rast të një oferte që konsiderohet e parefuzueshme. Kristian Shpendi është kthyer njëkohësisht në një lojtar të kombëtares A, ku në miqësoret e muajit qershor u grumbulluan nga Rolando Maran, teksa në vjesht pritet që të marrë një ftesë edhe vëllai i tij binjak, Steven Shpendi. Dy sulmuesit shqiptar, sezonin e fundit ishin ndër lojtarët më të dalluar në Serie B italiane, duke qenë golashënuesit e skuadrave të tyre, respektivisht Cristiani te Cesena dhe Steveni te Empoli. Nelson Viper është huazuar te Sturm Graz. Ky është vendimi surprizë që u zbulua sot nga klubi austriak. Kartoni i 21 vjeçarit i përket Mainzit në Gjermani. Edicioni i kaluar rezultoi zhgënjim, pasi për të minutat ishin me pikatore. Kujtojmë se në vitin 2025 pati luftë që t'i rinovoi kontrata. Më pas erdhi firma deri në vitin 2029. FSHF ndërkohë ka kërkuar që ta afrojë, por Viper nuk pranon të ketë kontakt. Sulmuesi me origjinë shqiptare do të përfaqësojë Gjermaninë në Europianin e 21 vjeçarit, që organizohet vitin e ardhshëm.